Hapësira prej 12.600 metër katrore ish regjimentit të Kimisë këtu në Shishtufin do të shërbej për ngritjen e një qendre spitalore ku do të kurohen të dënuarit me probleme psikike. Trajtimi i këtyre të dënuarve që aktualisht strehohen dhe kurohen në spitalet e burgjeve është një problem që ka kërkuar zgjidhje nga avokati i popullit që prej 12 vjetësh. Sipas Iglit Otozanit, numri i tyre sot arrin në mbi 120 persona, të cilëve gjykata u ka dhënë një mas për kurim shëndetësor. Për të gjitha ata persona për cilët gjykata ka dhënë mas shëndetësore mjekim të detyrueshëm që mbahen në regjim burgu, kjo është shkelja më e rëndë e të drejtave të njerëzit. Sipas ministrit të shëndetësisë, për ngritjen e tij do të nevojiten rreth 5 milion euro, 4 prej të cilave do të sigurohen nga Bashkimi Evropian dhe 1 milion euro do të investohen nga qeveria. Jemi duke diskutuar me Komisionin e Bashkimit Evropian për të bërë të mundur nëse në programin e këtij viti të mbështetjes që Bashkimi Evropian i jep Shqipërisë të mund të gjejmë dhe financimet për të filluar ndërtimin e këtij spitali. Ish regjimenti i Kimisë në Shishtufin, që më parë është administruar nga Ministria e Mbrojtjes, tashmë me vendimin e Këshillit Ministrave i ka kaluar asaj të shëndetësisë me qëllim ndërtimin e spitalit të psikiatrisë ligjore. Projekti për ngritjen e kësaj qendre, ku do të kurohen edhe të sëmurët me probleme të kolonës vertebrale, do të paraqitet në muajin korrik, ndërsa pritet që ndërtimi të fillojë vitin e ardhshëm.